aty. Albin Kurti deri më sot ka dëshmuar se është politikani më i përgjegjshëm në këtë aspekt. Nuk mund të bëj asnjë lloj krahasimi midis atyre politikanëve që donin të ndanin Kosovën dhe të ndryshonin kufit me politikanin Albin Kurti që punoi dhe luftoi për të shtrenjtë sovranitetin e Kosovës në gjithë territorin e vet. Nuk mund të bëj kurrë ndonjë krahasim me atë ish politikan dhe lider që i merrte leje Milan Radojčićit për të bërë një shëtitje në Ujman ose për të quar një skuadër policësh në veri dhe me ato çfarë ka ndërtuar dhe realizuar Albin Kurti duke ndërtuar stacionin më të madh policor pikërisht në veri të Kosovës, jo kundër popullsisë, siç e interpretojnë edhe disa ish opozitar, por kundër krimit organizuar, kundër bandave, kundër terrorizmit dhe kundër veprimtarisë kriminale dhe banditeske të Beogradit në Kosovë.